Komisioni i Etikës në Kuvend vendosi të përjashtoj për 15 ditë nga punimet parlamentare kryetarin e grupit të Partisë Demokratike Gazvend Bardhi, masa disiplinore erdhi pas tensioneve të ashpra dhe fjalëve fyese të përdorura ndaj kryetarit Kuvendit Niko Peleshi gjatë seancës plenare të 16 tetorit. Në kërkesën e paraqitur nga 14 deputetë të grupit socialist, thuaj se sjellja e Bardhit ka cënuar rënd figurën e institucionet dhe rregulloren e Kuvendit. Mes firmëtarëve për përjashtim ishte edhe deputetja e Roskovecit, Zeqineta Ushi. Mazhoranca kërkoi fillimisht përjashtimin për 1 muaj, por në përfundim, Komisioni i Etikës vendosi të përgjysmojë masën duke kufizuar në 15 ditë. Ky vendim, sipas përfaqësuesve të opozitës, është një mënyrë për të mbyllur zërin kritik ndaj qeverisë. Na bën ulje të çmimi, duke qenë se brenda këtyre 15 ditëve mbaron dhe raportimi organeve drejtësisë, dhe kjo nuk ka qenë asgjë tjetër për vetëm për të ulur zërin kritik që ka pas dhe ka kryetari i grupit parlamentar në lidhje me organet ligjzbatuese. Nuk ka ndodhur asgjë tjetër, ju keni ndjek seancën, se u ngrit pretendime aty që ju s'keni pse provokoheni. Jo, ne nuk kemi rënë pre provokimet kryetarit grupit parlamentar të tyre zotit Roland Balla, asnjëherë, pa çka se fillojmë atë gjuhë denigruese dhe ju keni parë fjalimet e tij çdo 10 minuta se çfarë mendimi ka dhe çfarë ka hedhur vreri ndaj opozitës, por ne kemi pas përshkelje të rregullores nga vendimarrja e kryetarit parlamentit zotit Niko Meleshi. Përjashtimi i Bardhit vjen në një periudhë tensionesh të rritura mes mazhorancës dhe opozitës, me debate të shpeshta në sallën e Kuvendit, të cilat shpeshherë kanë degeneruar në fyerje dhe ndërprerje të seancës plenare.